ke vajza në Shqipëri? Kur? Si s'ka vajza? Po nuk janë vajza në ato. Qish moshin 8 vjeç bëjnë seks. Për sa i përket rinisë shqiptare, pse nuk martohet? Pse nuk marrin hapa të guximshëm për të ndërtuar jetën e tyre? Kjo është shumë e thjeshtë. Është e thjeshtë kjo? Kjo është gjë më e thjeshtë kjo është. Politika është më e vështirë. Jo, politika është vështirë, po kjo është gjë më e thjeshtë. Si të martohesh? Pse ndërlikohemi ne me politikën? Ndash të martohen. Ndash mos martohen. Rinia shqiptare do morin vetëm një grua, se nuk ka vajzë Shqipëri më. Jo vajzë nuk ka, vetëm gra. Qish moshin 8 vjeç ato kanë marrë punë, i kanë nga ato. Se kuptova. Po nuk martona pra, se nuk morin gos, po morin grua. Si grua? Grua më grua. Ke vajza në Shqipëri? Kur? Si s'ka vajza? Jo. Me trup po, me mosh po, jo. Cila është diferenca, s'po kuptoj. Si ka gra dhe nuk ka vajza, si nuk ka vajza? Vajza më s'ka vajza, po nuk janë vajza në ato. Qish moshin 8 vjeç bëjnë seks. E për vërtet, mos e dalë një që i jam gos. Mos me dalë një. Asimër s'ka fare, 8 vjeç marrin punë ato. Shumë e guximshme nga ana Po, juaj, që nga 8 vjeç do quhet grua dhe jo vajzë. Grua, gra janë, s'ka vajza ma. Gra. Që 8 vjeç Po 8 vjeç po. Ku i këtë informacion nga e ditë? Po e dinë më se flasin njerëz i shohin me sy, shkin nga kuriq. Pa ne smartuan shonat. Ku do të morën? Do morën një grua. Se gra do morën. Kjo është arsyeja domethënë. Po kjo është vetëm kjo. Do morën një grua. Vajzë nuk morin, do smartohen, do shtrin për martu, do shkojnë ku duan, vetëm do morën grua. Se vajzë jo. Sa jo vajza i kujtohet, e që ka marru punë për herë të parë që ka dalë ati ku ka shku, i tako të herë e parë që ka marru punë të që jetu e në gra pazarit. Kjo është, kimi dalë jashtë asaj. Nga varfëria kanë dalë, jo se kanë dëshë. Po që kanë bo? Nga varfër. Pse janë të varfër? E kanë po këtë rrugë. Vim shkollë, pa lek, pa gjana, dalë. E detyrohen me kalur jashtë. Po që 8 vjeçë? Mos jenë dhe 7. Po, nosha, po në të më nuk më duhet e je punë, por që fëmijët janë mëzorë. Shunat janë mëzorë. Po, e vogle madhe, i din vetë ato. Shunat kanë mëzorë të madhë. Ka të më, do morë një grua. A i mushet me një pravun, se e ka pravun, me tjetin. Kush është problemi që ka përfunduar në këtë pikë, që ka shkuar deri në këtë pikë? Vetëm varfëria. Varfëria? Po. Në ekstrem. Pse varfëria i detyron këto vajzat 7 vjeç mendon ajo? Po pse nga qefi? Mendon ajo për varfëri ose ekonomi? Ai ke po me telefona, me gjëna. Ku i kanë marrë ata? Po kjo tregon mirëqenie, jo varfëri. Demokratët, po mirëqenie, po ne kanë ngel rrugës. Kanë ngel rrugë të madhe. Rregullohet kjo gjë? Po rregullohet. Si rregullohet? Rregullohet, duan punësuar njerëzit. Duhet tregojnë pagat vërteta, se gjysmën e tregojnë, gjysmën nuk e tregojnë, e mojnë dorë, të mojnë pagat e rregullta, të majnë fëmijët, ti majnë nga afër, fëmijët, ti rrishin fëmijët, mos majnë shumë fëmijë, 1, 2, ose 5, 10 fëmijë, 10, 7, 8, një fëmijë, 2, lesh duan. Jo më shumë. Shumë punë ma. Shumë punë se s'manë do të. Po sa pension është më në kanë mojnë, ku më gjurë që mojnë 100.000 po 100.000 që thua 10.000 lekën ata. Janë 10 ditë. Masaj ditë e tjere roshi fëmijët që i kanë, ato kanë gratë e tyne, fëmijët e tyne. Ti qonë nga pjesë e pse s'martohet rinia, nuk martohen. Nga ekonomia në shkoki politika, pra. Nuk martohen sepse nuk ka vajza ma, ka vetëm gra. Në Shqipër, jo, vajza jonë dej moshin 8 ose 10 vjeç. Edhe mas ne, s'ka vajza ma. I le gjithë shumë edhe i le pa martohen. Po më dash martohen, dash një grua të morin. Se të mor vajzja. Edhe ati i kujtohet ati shunit, se unë ku mor një grua. I kujtohet. Jetën e natës, që me në për jetën e natës, se dalë... Jo, nuk kum dalë natën. Jo ti jo, po them për rinin shqiptare. Pa tu pra, pa një është jetë e natës, që është jetë e natës, ku i bëtë vonë asaj? Mish me mish të takojnë, asë gjë tjetër jo. Ashtë i filmi Skënderbeu, duhet a një film Skënderbeu më tonë Shqipëri, shojnë ato ziftat. Ku ka pas zift? Më kodës ati Skënderbeut.
O film shqiptar, këtu film shqiptar, që e ndjenjë atë film. Manipulum, Po që është e bon, ku ka pas zifën atërës? Atë s'ka pas rrugë makine. S'ka pas asgjë, ku ka pas? Këto, e ndërhoqe me shokët e ti, e bani filmin kruj, hodhi zift nga Shqipër, i dojë për. Ai ma përgjithësi për të siç ka thepër për vajzat që nga mosha 8 vjeçare. Unë kam në gjurë, se unë nuk e kam vizituar. Jo, kam asi, duhet jem transparent, i pastër me ty që do ta transmetojmë këtë, por ndoshta mund të vërshohen me komente, me gjëra që mund të kritikojnë edhe Po me të më kritikojnë asgjë. Një plak ka dalë rrugë madhe, shqipun e salës edhe kaq. Po unë i kam baza, janë fakte këto. Çfarë flet më? Rrin 2-3 muaj edhe ndajnë. Pse ndajnë këto? Pse më ndajnë? Nuk duhet ndajnë, njeriu mirë nuk shëndan. A dhe atë familja? Shëndan familja. Edhe kjo tjetra po, kanë të drejt, e merë edhe ajo prapat rrugë kanë ato, rrugë madhe, shpyt më, po të shkek një të shkek, ne edhe ka pisa më shkëqatë. Djemët kanë problemet më. Se nuk di ku të morin, pik. Gjithë peshe fajt është ke... Vetëm kjo gjithë mo, se do morin një grua. Gosje. Të shi këtu di unë. Me shoh, me sy. Keq është, vjen keq, po. Ma mirë të morësh një grua të martume me fëmijë, hajtë. E di që ka një fëmijë edhe... Risa rrimet, nuk... Takoj, majtës ti djatës në së të shoni. Si e majtës djatës? Një tiki, se për tik po. Për partit, thu di? Jo, jo partit, shkopun me partit. More vesh të shi. Mirë, po që të dush. Po ti më lëgojnë mu të një? Unë nuk po ja akuzoj. Jo, ti po thë... Po ka vetë sistemi atil, vetë sistemi ka atil. Sistem pa punë, pa gjënë. Ku janë gjithë ato studentë, ku punojnë, si janë? I shef për kafe, shef klube natë, klube dite, që ato i kem klube, kam, me nërtë mas me duken nga poshtë. Sa i kanë larë, sa pa lara, sa kjo. Mos e ka trohët, mos që nafë. Këto në zera ti thirin menes. Ti pi thu qunave mos martohen, o bu? Jo, mos martohen. Ma mirë të morë një tjashme ati, nga jo, pa, ma e di që asë tjashme s'ka dalë rrugë. Ne të bëjmë si tjashme, ku bëjmë ne? Po qa teme kemi sot dhe jo? Për qa ki dalë se? Do lokot. Të bëjnë gjiro dhe... Teksa të bënë gjiro, a mendon diçka për shumë për të menduar dhe për të diskutuar? A, mendoj shumë. Mendon shumë? Pa. Si i orienton, si i filtron, do më thonë? Si menoj. Ja të themun. Qatë po përshtypje në i gjo për shumë? Kur dalë unë maj men shumë gjana, maj men këtu shumë, maj men. Njëm fshirë gjithë, njëm fshirë. E tham unë t'jem kryeministër, unë i realizoj. Ta thot menjën? Pa, menjën, jo. Ku vjen pëstaj? A i shpre? Unë nuk e bëjnë dot, jo, për shpre, jo. E shpre për herë partë? Pa, për herë partë. Ose t'jem, për shemë... Tani kryeministrin e kemi ne. Për kryetar bashkia, a e bën tani me qënë se kemi poshtë për kryetar bashkia? Unë zbëj asë një gjë. Sepse... Po të se kash, nuk e besim vetë vete? I moshuri nuk bën asë një gjë. Jo, më se... Jo. Po pëse do tjetë? Aj që i kalon 70 vjeç nuk... Po ke menjë mëse ke gjithë... Po menjë mund të kesh, po do të hesësh. Një uqë i esën pijet, aj uqë i sesën nuk pijet, aj. Qelbet aty. Po ti esëm se nuk esën ti. Esën, çdo ditë unë shof ty, të shof në gjiro. Po unë dalë... Ti nuk lëvizim ne. Unë lëviz, unë jem pa punë. Po futur me presion. Kryetar bashkie për shkak. Unë kam për kryetar bashkie. Futur nga. Është më kryetar i bashkisë. Çfarë kërkojnë do? Kryetar i bashkisë është. Kush është kryetar bashkisë? Nën zëvendës kryetare ka. Ty ta bën ato derisa lirohet, se tolerohet, se nuk ashtu. Po mos atë e hoqëm pra. Po përshin, me kanë hequr, po... Edhe shkarku. Kur dalim, ai del mas një 2 vjetësh, masaj ka marru mandat, edhe ka... Ja doli mas 20 vitesh e përshin. Si të rrim 20 vite pa kryetar bashkie... Po tjetër mi ka zëvendës sa dush njësoj ato. Aty ka inxhiniere, ka mjeke, ka këtë që shka, ka ty bashkë. Duhet i barike koka, duhet i barike koka, për. Për barina e mërë, bari, o kryeministri e bari. Ma është për gjithë Shqipërinë, madje edhe për Europën, se sa Shqipëri më burë, gjysë Shqipëri së në Tiranë, gjysë Shqipëri së në Tiranë, s'ka mo, 2 milion, nuk ka mo Shqipëria. 3 milion gjysë ka qenë të shikara. Po mirë pa kryetar bashkie, thotë, gjërat kanë ndryshuar. Po shpishur punë kryetar, që të bërë kryetar, plera ka këtu, me heq plerat dhe plerat, asgjë, edhe ndërtesa që banë, asnjë gjë s'ka. Me këtë gjë ku jemi ne, a ka dritë në fund tunelit dhe ne nëse shkojmë e zbulim atë dritë në fund tunelit? E zbulum pëse që të bëjmë tani? Po njërë mu se... Dhe përballojmë do të gjë të dritë? Një gjë, dritë ka fund tunelit. Sepse janë 83 deputet.
E dja tha ka, që di sa ka ai, 20 sa ka ai. Nuk di sa ka ai. Janë pa vlerë edhe ai sa mund të. Ka të vetë të vetë. Tashim çfarë kërkojnë? Çfarë kërkojnë do? Nga koka. Të fabrikat i prishin, ose aty prishin, gjithë i prishin, aty si kom ndërtuar vetë. Kom qenë vetë aty i kom ndërtuar. Po një të merë. Ato u prishin fare. Sala është pash, aty i thosë s'kom bas, ja, ish fare. Trinë, për doja 3 aty, sa të ketë salën aty është. Sala, paloke, që është ai Noka. Ai noka i madh, ai famshëm. I zgjuar del aty do të dje karrika, do të dje pasurinë e popullit. Që ka ble me lek. Si të shuan pensionet, si dulen pensionet, duke i djegur deputeti. Duke i shkatruar deputeti. Çan deputetë janë ato? Rrogën e kanë 3 milion, ato pallar, ju shkojnë. I mojnë lekë ato. Ato i mojnë lekë një. Po për gjithë, edhe ato. Po. Edhe ato 80 e tjerë. I mojnë lekë ato. Kurse populli ka pension që ka. Unë nuk ka nevojë për pension më tash. Unë një herë ditë ha buk. Një ditë, se s'del më tepër më, ka çan shtë një herë ditë. Komunizmi thotë. Ja, zotëria, moshatari juaj poshtë komunizmit. Po, është po në ki punë me komunizmi ka ikur. Po sala aty prap. Ka i komunizmi këtu? Komunizmi ka i pjo, gjallë sala. Sala është komunist? Po si ka qenë ai? Ka qenë punëtor transporti. Erdhe kohët e Enver Hoxhës, shkojë ato Enver Hoxha ato këran Berishën atje, burin më të mëshuar, e pru salën këtu, u bëm mjek, ose mjeku mirë. Mi përzini që këto informacionet i hirë, Sala është komunist, pastaj komunizmi ka rënë, këte, Edi Rama, është kryetar bashkije, ndërkohë që Erion Velia është brenda, prapa i vazhdon të jetë kryetar. Kanë gjelë të pleqet janë pa miru pafë. Nese prap, mirë? Apo javën tjetër. Kjo pra, që është tema sot? Dalim për temë tjetër. Nga ka shkun komplet, nga ka...